Me sjelljen e saj në Këshillin e Evropës është duke shkelur marrëveshjen e orit të vitit 2023, në të cilën mesirash Beogradi i kërkoi të mos e pengojë anëtarësimin e Kosovës në asnjë organizatë ndërkombëtare. Kosova asi edhe në një pengesë tjetër gjatë kësaj jave në Këshillin e Evropës, pasi kërkesa e saj për të çelë mysafire speciale në Komitetin për Çështje Politike dhe Demokraci të Asamblesë Parlamentare të Këshillit të Evropës u hoq nga renditës të mërkurën. Serbia përmes delegacionit të vet në këtë komitet, por edhe përmes kryetarës së kuvendit Ana Brnabić u krenua për këtë arritje, duke e quajtur si fitore të madhe të Serbisë në mbrojtjen e interesave kombëtare. I pyetur për këtë, një zëdhënës i BE-s ka thënë të premten se Serbia qartazi po i shkel detyrimet e saj nga marrëveshja e Ohrit. Sjellja e Serbisë në Këshillin e Evropës është një shkelje qartë e obligimeve të Serbisë nga marrëveshja e Ohrit, thotë zëdhënësi i BE-s, duke nënvizuar se ky obligim përmendet në nenin 4 të marrëveshjes, ku flitet për mos kundërshtimin e anëtarësimit në organizata ndërkombëtare.